Përshëndetje nderuari miku im Adriatik Lapaj, miku I shqiptarëve dhe I gjithë shqiptarisë. Uroj të keni një ditë mirë, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka mirë, energjia pozitive t'ju përcjell ju dhe popullin tanë kudo që jetojnë dhe veprojnë. E kam një lutje për ju edhe një kërkesë. Unë çdo gjë që e bëjnë këtë botë e bëj me zemër dhe shpirt për të mirën e të gjithëve. Edhe unë kam ardhur në Shqipëri në vitin 1996 dhe kam nevojë për ndihmën e juaj që zëri im dëgjohet në Parlamentin e Shqipërisë, sepse jam viktimë e korrupsionit. Unë jam ardhur në vitin 1996, kam investuar në Shqipëri, edhe deri në vitin 2009, ku edhe jam smur, kam raport mjekësor, dhe kam rënë në depresion të rëndë. Unë kam marrë në vitin 1996 shihet këtu, s'ka pas kur gjë asnjë ndërtim, pastaj fillova dhe unë e bona një shtëpi 2 katëshe vetëm për më fut kokën që me konë si bazë për me zhvillu një projekt për një qendër evropiane. Unë atë kohë kisha investitor të fuqishëm, kisha kontaktu edhe shoqatën aksionare zhvillimore Doqen Viklunds Gëzëlçart, e cila ma vonë e bëri edhe ndërtimin e aeroportit Rinasit me zotin Brendsen, jam njoft shumë mirë dhe ai më ka patë premtu që bëni diçka, një qendër, sepse ne do të sjellim zyret e kompanive më të fuqishme gjermane për zhvillim të Shqipërisë. Fatkeqësisht unë e rash në prej, unë e mora pronën prej zotit e Kuran Kaja, pa ditur që unë s'kam drejt me qitë pronën për me veti. Atëherë filluan edhe sarëllatjet, unë dhash parat madhe, çaj kisha të bu, me vullnet mirë. Pastaj filluan maltretimet jo, sarëllatjet jo poshtë që nalt, takova zotin Tahir Qosa, shefin e urbanizmit, dhe ai më dha këtë plan dhe tha që ajo pronë ka shumë perspektivë, ishte zona e qendrës plazhit, këtu shihet, ishte me parking, me një program gjerman, dhe unë vendosa që të luftoj që kjo pronë me të vërtet kthehet një zonë evropiane. Pastaj erdhi në pushtet zoti Demir Lika, I cili lëshoi leje pa kriter, filluan ndërtimet pa kritere në zonën e plazhit, gjitha këto ndërtime këtu, në zonën e qendrës plazhit, u bë dhe kjo ndërtesa këtu, unë u mbylla, s'mujta me vepru. Tash kjo ka metë si një gërmalla, edhe tërmeti e ka dëmtu. Kem bo shumë kërkesa në komunë, në bashki, të kryeministri Sali Berisha, kryeministri Edi Rama, tek gjithë kryetarët e komunave, jem sarëllat poshtë e nalt, po nuk ka pas kurfar ndryshimi. Tani unë kam, këtu është bloku, u bo dhe një objekt I madh. Unë kam bo ankesë edhe kam promovu këtë kërkesë edhe të zonja Eni Qobani, edhe ja dërgum kërkesat. Ajo na premtoi që do të na ndihmoj, nuk veproj shumë. E kërkoj në vitin 2022 u bo kërkesa për majstar planin bashkisë në Kavaj, nuk ka ardhur kurfar përgjigje, edhe zonja Eni Qobani ose është karcënu, edhe ka ndërprej punën, ose nuk e di pse ndërprejti punën, ne nuk kemi mo kontakt me zonjën Eni Qobani, ne jem në një situatë shumë të rëndë. Kërkesa ime ka qenë që kjo zonë mos dëmtohet, edhe bëhet një zonë evropiane, por edhe pra kjo kon zona me parking, me zonat qendrës plazhit që shkon deri në plazh. Tani janë bo ndërtime, kanë fillu edhe ndërtime të reja,
ky rrethi këtu normal që dash tunel me kon që mu fut rruga që mu shpraz komunikacioni drejt të mali e Robit, edhe kjo rreth ka pas me shku rruga bregdetare turistike në Karpën, në Spile, në Fier, në Vlorë, në Sarand. Kjo është arteria kryesore. Zemra, unë për ata dhe ku marrë, e kum pa që është një plan, edhe kum dash me luftu, po kishte qenë pjesë e jetës teme që unë mos mu me kalu në gjendje shumë tranë emocionale, mi hum 2 familje, edhe me luftu. Unë e kërkoj pe i Zotit ta djathljaba që zëri i qytetarëve të dëgjohet në parlamentin ky problem, në parlament të diskutohet që kjo arterie kthehet, që duhet me konë që mu qelë se pa u pastru zemra, shteti s'mundet me funksionu, zemra e Shqipërisë është mali i Robit, ju e shihni vetë atje në Trekansh, dhe kërkoj dëm shpërblim për familjen teme, që unë i kom lënë vetëm, që ju më do me familjen e parë, me familjen e dytë, që jam smur, me dhembjet e tyre, dhembjet e fëmijëve të mi, që nëjmë të bojmë një fond global të energjisë pozitive, që ato të bëhet shëtitoria energjisë pozitive, ashtu qysh u konë në plan, po e modifikume, që të bëhet pra tuneli, që të shkarkohet këtë komunikacioni, që të lidhet me autobanin e vjetër, të bëhen disa merremetime, objektet që ndërtu pa leje, dëm të shkatërohen, unë nuk dua të kem armitësi me Kojshi, ata shteti ja u ka leju, shteti duhet me dhonë përgjithësi, shteti mi ka marrë mu gati 800 metra, po unë ju konë gjendje jo të mirë shëndetësore, edhe masanene këm pas problem, po edhe familja jam, edhe nona jame, edhe fëmija jam, edhe vlla jam është smu, si familje na kanë dëmtu, dëmja shumë i madhë, po uroj që këto dhembje kërkush mos t'i përjeton, po uroj që nga dhembjet tona të marrëm mësim, që tjerë mos t'i përjetojnë, edhe të bëjmë diçka që mali i Robit të kthehet në zonën e energjisë pozitive. Kjo më ka motivu, kjo më ka inspiru shpirtnisht të bëj diçka që ta gjejmë formulën për pajtim, vedisim, ndërgjegjësim, shërim mendor. Prandaj ju e dini që lufta është në prag, gjithçka kthehet, karma kthehet. Unë jam konë shumë nacionalist, që më konë i keq me njerëz të hujt botës, të ju më me rujt popullin tem, populli jam më ka dëmtu mas shumëti, dhe kështu që arsye mo me orry kërkon nuk ka. Ne e mësum që njeriu është vetëm njeri, është oj për njeriun, po hajde ta kthejmë të keqen me të mirën, ta ndryshojmë. Slogani, unë masanena i kam kërku shërim dhe një lloj shërimi të vogël kam gjetë në meditimin japonez, edhe pe meditimit japonez kum kalu në holumtim me kërku qysh mundun popullin tem prap me ndihmu, edhe pse janë të smur, se edhe fshit e mi nuk ma këshim shjel rrugën, po të ishin konë edukum, që edukata pozitive me hinë shkolla. Slogani jonë është dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, me këtë slogan synojmë ku do në botë marshojmë, të shtuneve, në mramje festat patësore të organizojmë me logon energjisë pozitive, dhe me sistemin e energjisë pozitive, të bëhet festivali pasor zëri energjisë pozitive ku do në botë, nga Shqipëria të fillojmë, që me 21 shtator të organizojmë besëlidhjen e shekullit 21 për pajtim shpirtëror dhe bashkim ekonomik të shqiptarëve, për të mirën e natyrës dhe shoqërisë, dhe me 21 dhjetor të organizojmë forumin për klimën dhe paqen në botë që marrë në Davos, në mali i Robit, ose në vendin tonë këtu në Kosovë. Këto janë 2 vende që mund zemra dhe shpirti më ka kushtuar me lobu që me mujt me gjetë formulën e pajtimit dhe bashkëpunimit. Thirrja jonë dashuri, paqe dhe mirësi e ka kuptimin, është formë ushtrimeve, trajnimeve, meditimit për motivimin, frymëzimin, inspirimin shpirtëror qytetarëve ta falin njëri tjetrin dhe ndihmojnë. Thirrja thotë: i lutëm qytetarëve kudo me zemër dhe shpirt, lutjen ta pranojnë, ta falin njëri tjetrin dhe ta ndihmojnë, të pajtohen dhe të bashkëpunojnë, të keqen me mirësi ta ndryshojnë, pastrojnë apo luftojnë, t'i lutin njerëzit kudo në botë, lutjen e njëjtë ta mësojnë, ta praktikojnë, për të mirën e vetvetes, familjes, natyrës dhe shoqërisë kontribuojmë, dhe falënderimi takon çdo njeriu që lutjen e pranon e nderon, për të mirën e vetvetes, familjes, natyrës dhe shoqërisë kontribon. Amin. Kjo është një lutje sa njerëzore edhe hynore, se është një forcë e Zotit mirësisë që mu më ka kushzu, shumë dhëmje me përjetu edhe me gjetë formulën atyre njerëzve që më kanë dëmtu mja u falë,
edhe popullit tem, edhe me thirrë se për gjithë kam lëbu. Nuk ka parti që si komunimu, edhe Zotit Albin Kurti, me zemër dhe shpirt, me sa kam pas mundësi, edhe Zotit Adriatik Klapaj, edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe PDK-s, edhe AK-s dhe gjithëve, edhe financiarisht, edhe shpirtnisht, edhe moralisht, dhe tani nuk dua kurrë tjetër, vetëm ta gjejmë forcën e pajtimit, bashkëpunimit, t'ia shtrojmë dorën në njëri tjetrit, ta gjejmë formunin çysh mundëm njëri tjetrin me ndihmu, çysh mundëm gjithë botën me ndërru në artin e mendimit pozitiv, që me thirr artist, sportist, këngëtar, të organizojmë gala mbrëmje për bamirësi, çdo çtune 7% çfarë fitohet për fondin global të organizohet 7% tarnave për fondin global të energjisë pozitive që të fillon pëllëzimi, gjelbrimi i planetit tokë, pastrimi, sistemimi, harmonizimi i energjive, që të kthehet mirësia në vendin tonë dhe gjithë kjo nga vendi jonë fillon. Prandaj po të lutem në emër të fëmijëve tuaj, në emër të ardhmës tonë, në emër të ardhmës të popullit tonë, edhe një po du me tregu. Unë çka kam mujt me përjetu. Ai apo ajo që lutin për mirësi nuk e nderon, mundet me bë mirë, e nuk bën, Zoti ka me dënu, dhenet mëdha ka me përjetu karma, do t'ja qetë në mend që ka gabu. Don't worry, be happy, just do it. If you didn't do, karma come to you and say why you didn't do. Kjo është ligj që mund ka përcjell, se një që më ka thonë bë diçka mirë për të mirën tënde, se kam dëgju më ka ardhur dita me i kujtu edhe i kërkoj falje çdo njeriu që pa vetdijen tënde e kom bo mu një keq apo këmë koncentratu dhe ju luti juve që të njëjtën ta bëni që të kthehet, t'ja marrëm hallalin njëri tjetrit që të kthehet mirësia dhe paqja në trupin e juaj dhe kudo në shoqëni që edhe bota të na nderon me programin tonë të punojmë që paqja dhe mirësia kudo në botë së ndaj. Faleminderit me kuptim, ju presni në bashkëpunim.